Domino dhe tabela shau për të moshuarit në lulishtet e qytetit. Ka qenë kjo nisma tjetër sensibilizuese e kandidatit të pavarur për kryetar të Bashkisë Shkodër Vullnet Elbasani si simbolik e lirimit të hapësirave publike të zaptuara nga flamujt elektoral. Ndërkohë gjatë këtij takimi me të moshuarit, kandidati Elbasani premtoi se nëse ai do të votbesohet për të qenë në krye të Bashkisë Shkodër, do të ndjek politika sociale që do të ndikojë në përmirësimin e jetës së kësaj shtrese. Për të dielën e tretë radhazi, sot ne kena ndërmarrë një nisëm 3. Kemi shpërndarë domina dhe gur shahut për këta zotni që losin këtu, që çdo masdite e kalojnë në lulishte. Ne ja bëmë me ditën tyre të zotnive që për me mlu qillin në Shkodran janë përdorur 200.000 euro nga 2 kandidatet partijake. Ne sot kena menduar mi shpërndar flamujt tonë në mënyrë simbolike. Flamujt tonë ishin dominat edhe gur të shahut. Nesër në Bashkinë e Shkodrës nuk do të ketë politika sociale të cilat do të zaptojnë terrane, por politika sociale do të jetë bujare dhe e përgjegjshme. Ndërkohë, sipas ekipit Vullneti për Shkodrën, partitë politike prej vitesh e kanë lodhur këtë shtresë e cila ka nevojë më shumë se kushdo për mbështetje. Na si një nismë qytetare besoj që mendojmë që ardhmja e tyre do të jetë më e mirë. Gjithmonë me një drejtim tjetër të Bashkisë Shkodër. Projektet të tilla nuk janë thjesht në letër, janë lehtësisht të realizueshme. Dhe na mendojmë ndryshe nga partitë të cilat kanë më tepër e kanë lodhur këtë stres, më tepër e kanë stresuar këtë stres, na kena menduar se mund të bëjmë gjëra më të thjeshta. Ndoshta një karaj film, ndoshta i drana film, ndoshta i kuti shahut, ndoshta një tavëll, besoj që janë më të pëlqyeshme për gjitha streset e popullsisë se sa një stres i flamujve apo banderolave që kanë kriju partitë në këtë vend. Ndërsa nga ana tjetër të moshuarit vlerësuan nismën qytetare të ndërmarrë nga kandidati i pavarur Elbasani dhe juruan atij fitore për një drejtim ndryshe të qytetit të Shkodrës. Më mirë këti se sa aty në hajduta të LSI-s. Ata janë të mërshëm. Nëse je Lirmeta, në e shkazët e komunistët, ti e qytet me dhja votën dhe me pagu pare. Nga ide aty në. Është mirë për ju? Kjo është tamam qytetar. Është diçka nismë qytetare më tepër për me ndryshu këtë vend. Kjo e ndryshon për të lodhë shkot. Njeri zotni, njeri në rumë. Këta njësë në duar ne, ka njësë në ershëm, e punu mirë. Kjo është nismë e tretë që kandidati i pavarur Vullnet Elbasani ndërmerr për lirimin e hapësirave publike nga flamujt elektoral. Më parë mesazhi sensibilizues u përcoll nëpërmjet shpërndarjes së trëndafilave dhe lëshimit të tullumbazeve në qiell me banderolën "Shkodra është e jona, jo e klaneve politike".